Unë jam Flamur Shala nga firma Focus Strategji GmbH në Grendelstrasse 19 apo Grendel 19 në 6004 Luzern dhe jap mësim online në matematikë. E kem ditën e martë 31 gusht 2021 dhe jem të detyra numër 3A. E kem këtu një person, dhe kjo person njërë shkon në, do të thosh këtu në Zvicër dhe njërë në US edhe këtu në Zvicër kushton një frongë gjatë, do thot 1 litër me mush makinën, i kushton 1 frongë e 64 këtu. 1 litër kushton 1 frongë 64. Derisa me lëviz me makinë 100 km i shkojnë 6 litra. Nëse del në US anej, do thot i kushton, do thot i kushtojnë 4 litra pik 79, nuk thuhet 4.79, po 4 litra pik 79, i kushtojnë $2.53. Nëse jetë 18 miles, mile është pak më shumë se në kilometër, është diku 1.6 kilometra, dhe tjetër matje të distancës, edhe pyetja është kjo, do thot të gjej këtu detyra është kjo. Do thot i harxhon 4.79 litra për një shëtitje prej 18 miles. Dhe tani pyetja është se sa i shkojnë nëse lëviz 85 km në Zvicër me makinë. Informat shtesë, 1 mile, po e shkurtoj me i, është 1.609 km, ndërsa $1 apo shkrim kështu, $1 kushton këtë rast 0.98 franc. 0.98. Edhe jem në Zvicër dhe po lëvizim 85 km. Dhe pyetja është sa franga do kushtoj kjo. Do thotë sa franga kushton kjo. Franga zvitrane. Sa kushton kjo? Kjo është pyetja. Rrugtimi do jetë, si do këtë me thonë këtë rast, rrugtimi, lëvizim 85 km, me shqyrën për 85 km sa litra shkojnë, këtu, të kjo pjesa e parë, do të të zbulojmë se kushton 4 litra, dhe pastaj e zbulojmë se 1 litër kushton 4 franga, 1 franga 64, dhe do të pastaj kalkulojmë se sa franga na kushtojnë këtu 85 km. Ky do jetë rrugtimi, dhe në leksionin e ardhshëm do shkojmë do thotë te zgjidhja e kësaj detyre, pra. Mirë.